Sot do eksplorojmë tregun e imobiliareve. Unë kam vendosur të shikoj një pronë modeste që mendoj që më përshtatet mua. Ejani. Kjo fytyrë që vetëm buzëqesh është konsulenti imobiliar Bani Dushku nga Remax Infinity Plus. Ky zotëri do të më jap gjithë informacionin e nevojshëm, plus një përqafim, për të cilin kisha nevojë. Kisha shumë nevojë. Shumë fare. Sa po u futa, ju futa llogarive. Kjo shifra është reale? Këtë do të? Po, shumë reale. Do me thënë me rrogën time 450, Po. e marru këtë. Brenda 300 viteve me punë. Jo 300 viteve, besoj 50 viteve. 50, po. Shumë e pranueshme besoj kish. Do të kërkoj më shumë lek. Po vazhdoj me turin. Do ta marrë, do ta marrë. Në kuzhinë performova pjesën e famshme nga Basic Instinct. Me shpresën e një çmimi më të ulët. Vila i përshtatej formatit tim, ose të paktën mund të më ndihmonte të kisha një format. E ndjej që kjo vilë po më ndryshon, po më bën të dua prona, bono thesari, pse jo edhe njerëz. Si dikush që adhuron jetën, kërkova të shikoj oborrin. Mund të gro posa ti trup këtë? Sigurisht. Nëse shihni këmbët e mia në OnlyFans, e kam bler vilën. Vazhdojmë? Po. Po ndihesha vetvetja në këtë vilë. A i ka që i lagur e ti sa e mund tani? Jo. Goxha vetvetja. Kishte ardhur momenti i të vërtetës, i pyetjes më të rëndësishme në një shtëpi. Magda, Po, ka bidet? Po, ka. Bësh këtu? Po. I lutem, shkojmë biden? Vendosa t'i bëj xhiron e provës. I lutem. Një shtëpi pa bide. Është një hale. Sfungjeri i kuriozitetit tim kishte ende etje. Ky është kati -1, ku keni garazhet që ju më parkoni makinat e juaja, është lavanderia dhe një ambient ndenje. Është kati -1. Po, kati -1. Është aq ftohtë? Jo, jo dhe aq ftohtë. Nuk është grada -1. Pasi ka dritare, që ka ndreqim, ka dritë, është dhe hyrja parkimit, që është e jashtme. Po e analizoja shtëpinë me vëmendje maksimale. Turi tani mbaroi dhe ju ftoj në duel. E dëgjova duet. Mendova se më ftoi në duet, ai më ftoi në duel. Duel. Me lë. Pra, sa është oferta fillestare? Çmimi aktual i vilës është 1.7 milion euro. Vetëm 1.7 milion euro. Për vetëm 1.7 milion Për euro? vetëm 1.7. Atëherë unë të jap një kundër ofertë, 1 milion e gjysmë shqiptare. Mendja ime matematike i kishte ndezur motorët. Po sikur ta marr kështu gjysmën unë, edhe gjysmën një dy pakistanezi punojnë motoriste. Po hasja në rezistencë, por nuk isha ndërmend të dorëzohesha. Nuk keni të drejtë të jepni pronën me 9 qera. Qofse ju mund t'i merrni, mund t'i bëni miq, ato është gjë tjetër. Unë do të bëj një ofertë që nuk do t'i rezistosh dot. Le ta ngjën. Bani. Me anën e një vakti të ngrohtë, mendova ta ul çmimin prej 1.7 milion eurosh. 1.200.000 ajo, ha? 1.700.000. 1.700.000. 1.700.000.